Mirë se vini në gjithçka rreth makinave në kanalin që ju ndihmon të mos bini pre e mashtrimeve kur vendosni të bleni një makinë. Në videon e kaluar ju fola për makinat koreane që po pushtojnë tregjet tona, ndërsa në këtë video do t'ju prezantojmë 10 makinat që shfaqin probleme deri në 70.000 kilometra. Makina që prishin motorin apo prishin kambion pa mbaruar ende garancia. Kjo për makinat që janë të reja. Imagjinoni pak se çfarë ndodh me këto makina kur përfundon garancia ose kur pronarët vendosin t'i shesin dhe ne mendojmë t'i blejmë. Këto makina janë një makth i vërtet për përdoruesit kur mendon kostot e larta të mekanikut. Mos harroni të bëni like dhe të shtypni zilen për të mos humbur videon e radhës dhe kushtojini pak vëmendje makinave të listuara në këtë video, pasi vërtet do t'ju habisin. E nisim me një Fiat 500X, një makinë që shitet 0-0 me rreth 25.000 euro. Rënditet si një nga makinat më të shitura në Itali, por motori i saj 1.3 benzine është një lubi e vërtet në konsumin e vajit. Guanicioni i testatës ka dështuar në pak kilometra që kjo makinë ka përshkuar, por problemi më i madh që ka kjo autovetur është me pjesën e kambios automatike e cila është me 2 freksione. Ndërsa në vendin e 9 qëndron një Peugeot 308. Kjo makinë është një ndër dështimet më të mëdha në të gjithë historinë e prodhimit të automobilave franceze. Problemi më i madh është me motorët 1.2 benzin, të cilët janë prishur pa kaluar ende 5.000 kilometra. E habitshme, por e vërtet. Në vendin e 8 renditet një Jeep Compass, një motor 1.4 i vendosur në këtë model makine sjell kosto të mëdha riparimi. Ky Jeep ka treguar se konsumon 1 litër vaj në çdo 2.000 kilometra. Ky konsum i lartë i vajit shkakton edhe dëmtime serioze në turbinë, por nëse jeni i dashuruar apo pëlqeni këtë lloj makine dhe nuk doni të hiqni dorë, më mirë zgjidhni motorin 2 mish me kambio manuale. Në listën e gjatë e shtata rënditet një Volkswagen T-Roc 1.5 TSI. Motori i kësaj makine, që kushton rreth 30.000 euro, është një zhgënjim i madh. Kjo markë e njohur e makinave gjermane, e prodhuesve gjerman, nuk është kursyer në pjesën e brendshme të këtij modeli, por problemet motorike dhe gjenerike e zhvlerësojnë totalisht. Në vend të 6 është një BMW seria 1. Motori i saj 1.5 turbo benzin, që është vendosur edhe tek modelet Mini Cooper, është një tmerr i vërtet për ata që kërkojnë një makinë me motor më jetëgjatë. Ky motor me zinxhir ka dështuar me sukses që në 6.000 kilometrat e para. Dhe të mos flasim për rrjedhjet e vajit që janë më se të zakonta në këtë vetur. Pompa plastike e ujit apo termostati elektrik është një tjetër pikë dobët e kësaj serie tek BMW-ja, duke shkaktuar temperaturë të lartë në motor. Motori 2 mish i naftës është më i besueshëm dhe më jetëgjatë nëse nuk doni të hiqni dorë nga ky model. Këto ishin edhe 5 modelet e makinave më problematike. A jeni gati të njiheni me modelet më dramatike? Në vendin e 5 është një Land Rover Discovery Sport, një makinë që kushton sa një garzonjere në plazh, vua nga probleme kronike, probleme me elektronikën të cilat kërkojnë
azhurnim të her pas hershëm, kambjo e saj automatike me 9 marshe nuk është dhe aq e mirë, apo centralina e saj që e çon shpesh herë makinën në gjendje emergjence. Problemet e kësaj makine vijojnë edhe me termostatin apo me sistemin e ftohjes. Në vend të katërt qëndron një Opel Mokka me motor 1.2 Ecotec, probleme me rripin e fazës, pompën elektrike të ujit dhe është një tjetër pikë e dobët që lidhet me defektet e shpeshta që nxjerrin me motorin apo edhe me crosscoatin që mban gjatë gjithë kohës llampat të ndezura. Në vend të tretë është një Alfa Romeo Giulia 2000 turbo benzin. Kjo makinë italiane që kushton një thes me para ka një numër të madh të defekteve të fshehura në motor. Dëmtimet e turbos, rrjedhjet e vajit, sidomos në modelet sportive, janë më se të zakonta. Pompa elektrike e ujit mund të jetë dhe mund të prishet krejt papritur. Kambjo automatike me 8 marshe mund të prishet edhe pa njoftuar fare. Nëse jeni të dashuruar pas kësaj makine, një motor 2000 nafte me kambjo manuale mund të jetë një zgjedhje më e mirë. Në vend të dytë qëndron një Mercedes A-Class 1.3 TCE. Ky motor benzine konsumon më shumë vaj se sa karburant. Problemet me zinxhirin janë shumë më të zakonta se problemet me injektorët dhe sistemin e ftohjes. Kambjo automatike është një tjetër hall i madh për këtë model makine. Motori 2000 nafte është më i mirë. Në vend të parë rënditet një nga makinat që duhet t'i qëndroni shumë larg, edhe pse në Shqipëri është një nga markat më popullore dhe e përhapur masivisht vitet e fundit. Hyundai Tucson 1.6 TGDI është një dështim surprizues i kësaj marke kaq të njohur dhe të besueshme. Problemet me ftohjen e motorit që shoqërohen me rrjedhje të pafund me vaj. Probleme me zinxhirin janë pika më e dobët që vijnë në këtë model. Këto ishin edhe 10 makinat më problematike, por kujdes, ndiqni me vëmendje modelet dhe mos i përgjithsoni markat e makinave me modelet përkatëse. Mos harroni të bëni subscribe dhe të ndiqni videot e tjera për të informuar në gjithçka rreth makinave.